Ka ndëruar jetë në spitalin e traumës në Tiranë 20-vjeçari Kristian Kola, i cili u përfshi në një aksident paraditën e 6 marsit në aksin rrugor Ril-Shënkoll në Lezhë. Pavarësisht për kujdesit të bluzave të bardha, i riu nga fshati Itale nuk mundi të mbijetoj plagëve të rënda të marra nga aksidenti, të cilat i shkaktuan vdekjen 6 ditë pas ngjarjes. Automjeti tip Golf, me të cilin po udhtonte 20-vjeçari, u përplas fillimisht me një makinë tjetër, edhe më pas doli nga rruga duke goditur një shtyll. Pas aksidentit, policia arrestoi drejtuesin e mjetit tjetër, shtetasen me inicialet AP, 35 vjeçe, me dyshimin për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor. Nga veprimet e policisë, e cila mbërriti menjëherë në vendin e ngjarjes, rezultoi se drejtuesi i automjetit tip Golf ka qenë duke parakaluar dhe është përplasur me automjetin tip Benz, i cili po hynte në një rrugë dytësore. Më pas, Golfi është përplasur edhe me një shtyll ndriçimi, duke rrëzuar plotësisht atë, ndërsa mjeti pësoi dëmtime të shumta.